si mjetet që lidhin politikat publike me mirëqenien e çdo qytetari dhe zhvillimin e vendit, duke përfshirë qytetin e qytetarët e Durrësit, të cilën kanë privilegjin të shërbejë. Të dyja këto dokumente financiare janë pjesë e një vizioni të qartë për rritje të qëndrueshme, mirëqenie dhe afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Marrëveshja e paqes fiskale i jep bizneseve mundësinë të vetë korrigjojnë deklarimet me normë të reduktuar tatimi prej vetëm 5%. Falja detyrimeve heq borxhet e vjetra mbi 10 vjet dhe lehtëson borxhet më të reja përmes pagesave të arsyeshme. Theksoj, këto nuk janë amnisti fiskale, nuk ka falje për evazor në nëntim apo me vendim të formës së prerë. Ky është shansi për ata që duan të jenë në rregull para ligjit përpara masave më të forta që hyjnë në fuqi më pas. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për një qark si Durrësi, ku qindra biznese të vogla dhe të mesme janë pjesë e zinxhirit kombëtar të tregtisë dhe logjistikës. Ato përfitojnë stabilitet dhe më pak bariera burokratike. Një tjetër hap i rëndësishëm është skema e re e kompensimit të TVSH-s për fermerët. Për herë të parë kalojmë në një model modern me kompensim 10% të faturave dhe pagesës direkte, duke rritur prodhimin vendas dhe formalizuar zinxhirin e vlerës. Kjo prek drejt për drejt fermerët e Shiakut, Sukthit, Manzës, Ishmit dhe zona rurale të tjera të Durrësit. Lehtësojmë rivlerësimin e pasurive të paluajshme me normë shumë të ulët tatimi, 5% nga 15% që është sot, duke ofruar çmimet me tregun dhe duke i dhënë çdo familje mundësinë të përfitojë. Kjo ka rëndësi të veçantë për një zonë zhvillim të lartë si Durrësi, ku shumë familje kanë prona të trashëguara ose apartamente të vjetra me vlera të pazhurnuara. Kemi masa të qarta kundër informalitetit, sidomos në tregtinë online, publikimet e detyrueshme të dhënave të bizneseve dhe pezullim të faqeve për shkelësit. Prioritet i madh është ulja paras kesh në ekonomi, vendosin kufin të rinj për pagesat me bizneset dhe konsumatorëve dhe të gjithë bizneset duhet të ofrojnë forma elektronike pagese deri në fund të vitit 2026 me fokus turizmi dhe transportin. Kjo lidhet drejt për drejt me Durrësin që ka fluksin më të madh të vizitorëve dhe një sektor shërbime që kërkon standarde moderne. Projekt buxheti 2026. Ky është buxheti i mirëqenies. Synon të rrisë standardet e jetesës, të forcojë financat publike dhe të përshpejtojë procesin e integrimit evropian. Rritja ekonomike mbetet e fortë dhe e qëndrueshme. Papunësia ka rënë në nivelin më të ulët historik. Inflacioni është në kontroll dhe borxhi publik ka zbritur në 54.2%, niveli më i ulët në 16 vite. Zonja Zhupa. Durrësi është një nga përfituesit kryesorë të investimeve strategjike në vend. Investime në port, në infrastrukturën rrugore, në infrastrukturën hekurudhore, në shkolla dhe qendra sociale janë shembull konkret të ndikimit të këtij buxheti në terren. Ky projekt buxhet jep Durrësit më shumë siguri, më shumë hapësirë zhvillimi dhe më shumë mundësi punësimi. Pensionet rritën realisht, pensionet urbane 40.000 lekë, pensionet rurale 18.000 lekë, pensionet e invaliditetit 30.000 lekë. Kjo ka ndikim të drejtë për deri në mira pensionistëve të Durrësit, një bashkim me popullsi të madhe dhe të moshuar. Rritet gjithashtu paga minimale në 50.000 lekë në 2026 me synimi 70.000 lekë deri në fund mandatit. Për herë të parë aplikohet indeksimi i rregullt i pagave në administratën publike çdo 2 vjet. Të gjitha këto masa financohen pa cënuar stabilitetin fiskal, deficiti vitin e ardhshëm zbritën në 2.3% dhe borxhi publik vazhdon ulje. Të nderuar kolegë deputet, paketën fiskale dhe projekt buxheti 2026 i bashkon një vizion i përbashkët, më shumë mirëqenie për qytetarët, më shumë mbështetje për sipërmarrjen, më shumë drejtësi dhe transparencë në sistemin fiskal dhe më shumë ritëm në afrimin me Bashkimin Evropian. Ky është moment për ta çuar përpara këtë vizion, për të forcuar stabilitetin, për të mbështetur zhvillimin dhe për të garantuar që çdo familje shqiptare nga veriu në jug të ndjejë efektet e reformave në jetën e përditshme. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Edmonda Gjinasto. Përgatitet zoti Olsi Komici. I nderuar kryetar, nderuar koleg, Elbasani është pasqyra e koncentruar e keqeverisjes. Shpopullimi, kosto e lartë i jetesës varfëria, bujqësia pa investime, shëndeti publik dhe arsimi të sëmur. Ja disa fakte që i jep vetë Instati. Elbasani, si pas vetë censusit, është ndërqarqet me nivelin më të ullët të konsumit për frymë. Shprehje nivelit të ullët të ardhurave dhe nivelit të varfërisë lartë. Me dritat kuqe në këtë aspekt është prenjasi. Elbasani është qarku me shpërnguljen dhe largimet më masive në emigracion. Si të mos më mjafton të ky nivel varfërie, ndodh këto ditë edhe rritja e taksave në Bashkinë e Elbasanit me 10 dhe 20%, që është një barë re për qytetarët. Infrastruktura bashkiake është në gjendje të mjerueshme.
rrugë të shumta janë në gjendje të shkatruar dhe imazhi i qytetit t'jep ndjenjën e varfërisë, shkatrimit, depresionit dhe pasigurisë. Shumë rrugë kanë mungesë investimesh, por shumë të tjera shkatrohen nga mungesa e koordinimit, nga ndërhyrjet gjoja për riparime në ujësjellësit, i cili edhe ai rriti tarifat jo shumë kohë më parë. Mjedisi i Elbasanit është një fatkeqësi e trashëguar nga industritë e sistemit kaluar, por edhe ato të sotmet. Sistemet e monitorimit janë krejtësisht të korruptuara. Ndotja e ajrit, e tokës dhe ujrave mbulohet me raporte fiktive. Por nuk mbulohet dot incidenca e smundjeve terminale, ku Elbasani qëndron mbi mesataren kombëtare, duke i marrë jetën mira qytetarëve. Është situatë e një alarmi kombëtar. Shqetësim i madh i vazhdueshëm është siguria publike. Elbasani është Far Westi i Shqipërisë. Është kthyer në imazhin një zone jashtë jurisdiksionit të shtetit, në jurisdiksionin e bashkisë nuk do të jenë kurrë dhe nuk janë mirë që të çojë Saju, faleminderit. PD-s, mos e le vetëm ata të PS-s. Diferencë e treta për sugjerimin që më dhet merrem dhe pak me filozofi dhe për kolegët e mi, unë deri tani duke parë gjithë kolegët sy nuk kam gjetë asnjë që të vjedhë kaq shumë sa ju. Ndërkohë që arsimi po bjerret çdo ditë nga largimet e pafund të studentëve dhe nga mbyllja e degëve në Universitetin Aleksandër Xhovani. Dy fjalë për infrastrukturën kombëtare që kalon nëpër Elbasan. Elbasani është stacion shumë i rëndësishëm i korridorit 8. Pas investimit serioz të rrugës Tiranë-Elbasan që shkurtoi kohën e përshkrimit të saj në 20 minuta, dalja nga autostrada tani është bërë një hink, ku mund të mbajt bllokuar për orë të tëra aksin jug-lindor të vendit. Dhe mund të qëndrohet 5-6 herë më shumë se sa është koha nga Tirana deri në Elbasan. Ndërkohë që Elbasani është qyteti vetëm ku një korridor ndërkombëtar kalon përmes tij. Prandaj është e domosdoshme sa më shpejt financohet bypassi i tij. E dëgjova që është programuar, por nuk duhet presim që investimet vinë me PPP-ra, me koncesione, por të realizohen sa më shpejt me buxhetin e shtetit, sepse është një projekt i domosdoshëm. Po kështu edhe e Kurrudha, po kështu edhe një port i thatë në Prenjas, mundësisht, se është zona më e prekur dhe më e varfër e gjithë qarkut, por është edhe një projekt i cili do të punsonte dhe do të mbante popullsinë atje. Bujqësia e qarkut, ndonse një kontribuese shumë e madhe e tij, akoma është e keq trajtuara e madhe. Problemet e mbështetjes direkte për prodhimin bujqësor blegtoral, për agropërpunimin, për sistemet e vaditjes, që janë evidentuar në vazhdimsi gjatë diskutimit për buxhetin e 2026-s, vazhdojnë të mbeten madhore dhe janë tregues se kjo qeverisje ecën pa një plan të vërtet dhe të mirëfillt zhvillimi, por mbi të gjitha pa dëmshuri për qytetarët e këtij vendit dhe sigurisht pa dëmshuri për qytetarët e Elbasanit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën ka zoti Orsi Komici dhe përgatitet zoti Zia Ismaili. Të nderuar zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë dhe qytetare të Librazhit, prenësit e gjithë Shqipërisë.